Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është në fazën përfundimtare të ndërtimit dhe do të fusë në Shqipëri përveç fluturimeve transoceanike edhe modele të reja biznesi të aviacionit, kargon edhe mirëmbajtjen e avionëve, gjë për të cilën është nënshkruar edhe marrëveshja. Nuk besoj se duhet ja kujtoj njeriu këtë, se sa herë është premtuar, ëndërruar, imagjinuar aeroporti i Vlorës, por tani që po përfundon, mund të them që për Vlorën më e mira është e gjitha përpara në drejtim të perspektivës ekonomike. Ndërtimi i portit të ri tregtar dhe ushtarak me një krah në Porto Romano parashikon trefishimin e kapaciteve përpunuese aktuale dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike, parku logjistik, ndërkohë që hap rrugën e 2 porteve të reja të thata në Prishtinë dhe në Shkup, duke krijuar një nyje të re me fuqi strategjike dhe logjistike të konsiderueshme. Jo thjesht për rajonin, po dhe si një vlerë e shtuar për Bashkimin Evropian dhe NATO. Dhe duhet të them këtu 2 fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendesh që janë në stade të caktuara zhvillimi dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë, por një gjë dua ta them këtu. Ata që e luftojnë projektin, ata që s'po lënë gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet.